Të dashur shikues, sot rikthehemi sërish programit Shpresës së Kombit, sepse shpresa nuk lexohet një herë, ajo ndërtohet, përsëritet dhe mbrohet çdo ditë. Vazhdojmë me programin. Partia Shpresa Demokrate është parti e djathtë, e njëjta me Partinë Republikane Amerikane. Është partia jon dhe juaja. Është partia e cila u hap dyert dhe u jep rastin të punojnë për prosperitetin e kombit shqiptar të gjithë shqiptarëve patriotë. Partia Shpresa Demokrate u hap dyert pa dallim të gjithë intelektualëve nacionalistë, që deri tani kanë qëndruar në heshtje, të rinjve, grave, punëtorëve e fshatarëve, të cilët e duan këtë vend të begat, të lullzuar, të përparuar e me dinjitet, për krah vendeve të tjera të zhvilluara të botës. Partia Shpresa Demokrate, duke pasur si qëllim prosperitetin e kombit shqiptar, duke konsideruar veten si vetmja shpresë shpëtimi për një komb, të cilën politikat anti-shqiptare të qeveritarëve të deri tanishëm e kanë zhytur në prapambetje e mjerim dhe po i çojnë drejt shpërburjes e shkatërimit. U bën thirrje të gjithë bijve të denjtë të këtij vendi të bashkohen në të njëjtin front dhe të shtrëngojnë radhën për të punuar e luftuar me mjete vërtet demokratike për një çështje kaq madhore siç është zhvillimi e përparimit politik, ekonomik i vendit dhe vendosja në vend e dinjitetit tonë kombëtar. Për ngritjen e funksionimin e shtetit ligjor mbi bazën e parimeve demokratike, për vlerësimin e vullnetit e të personalitetit të çdo shqiptari dhe realizimin e interesave dhe të drejtave të çdo shtetasi. Partia Shpresa Demokrate është e vetmja parti, tek e cila të gjithë shqiptarët me gjak, gjuhë e shpirt duhet të shikojnë simbolin e sa ardhmes së ndritur të një vendi të sfilitur e të zhytur në papunësi, skamje, korrupsion, degradim moral, të një vendi ku deri tani janë zhvlerësuar vlerat e vërteta kombëtare. Është denigruar dinjiteti një kombi nga më të vjetrit dhe faktori i rëndësishëm historik dhe në përparimin e shteteve europiane. Qëllimi i Partisë Shpresa Demokrate. Partia Shpresa Demokrate është parti e djathtë, e organizuar mbi bazën e parimeve të demokracisë amerikane. Nga të rinjt intelektual, patriotë shqiptar, me qëllim ardhje në pushtet dhe për të marrë përsipër me përgjegjësi të plotë përpara kombit, misionin e nxjerrjes së tij nga kriza ekonomike, politike dhe morale, ku e kanë zhytur politikat anti-shqiptare të ashtu quajtura nga qeverisjet e deri sotme. Partia Shpresa Demokrate është e vetmja që do të përmbush interesat e shtetasve kudo dhe kurdoherë. Programi i saj është mëshërimi i aspiratave më të ngushta, ku do të gjej veten më së miri çdo shtetas. Ai kërkon mbështetjen e të gjithëve dhe u garanton shtetasve përmbushjen e detyrimeve të tyre në aspektin ekonomik e shoqëror. Partia Shpresa Demokrate merr përsipër hedhjen e themeleve të shëndosha për ndërtimin e funksionimin e shtetit mbi bazën e parimeve të një demokracie të vërtet e të qëndrueshme. Ngritjen e dinjitetit kombëtar dhe rritjen e respektit ndaj vendit tonë në arenën ndërkombëtare, duke vendosur kombin dhe shtetin tonë në pozita të barabarta politike, ekonomike e morale me shtetet e tjera të botës së përparuar perëndimore. Partia Shpresa Demokrate garanton bashkimin e Shqipërisë së vërtet brenda kufive të saj natyror. Fqinjët tanë duhet ta kenë të qartë se padrejtësia historike nuk mund të shkojë aq larg, aq sa shkoi rënia e murit Berlinit. Partia Shpresa Demokrate nuk do të rresht kur punën për të bërë shqiptarët të ndihen e të jetojnë si komb unik, ashtu si na ka krijuar vetë natyra, në trojet e stërgjyshërve tanë, më të lashtë se të gjitha kombet e vjetra të Ballkanit. Nuk do të rresht kur së punuari për të bërë realitet aspiratën, për të cilën derdhën gjaku dhe na lanë amanet të parët tanë, bashkimin e kombit shqiptar brenda kufive të saj natyror. Partia Shpresa Demokrate garanton një Shqipëri të lirë e demokrate, ku do të mbizotrojë liria e fjalës dhe e mendimit të shtetasve shqiptar. Partia Shpresa Demokrate, me politikat e saj, do të synojë krijimin e kuadrit ligjor dhe respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, të sankcionuar në akte ndërkombëtare, nisur nga koncepti i saj politik. Kjo parti siguron të drejta e lirit të tilla, si e drejta e jetës, liria personale, e drejta për të kërkuar rivendosjen e një të drejte të shkelur, barazia përpara ligjit, liria e fjalës dhe shtypit, organizimit partijak, e tubimit paqësor, e peticionit, e drejta për të zgjedhur e për të zgjedhur,
e drejta e lëvizjes së lirë brenda vendit e jashtë tij. Partia jonë do t'i jap fund një herë për gjithmonë zhvlerësimi dhe denigrimi të institutit të votës së lirë, personale të fshehtë dhe të barabartë. Nuk mund të lejohen më në përkëmbja dhe përdorimi për interesa personale i votës dhe i vullnetit të zgjedhësve nga një grup anti-shqiptarësh. Të gjitha ata do të marrin atë që meritojnë dhe do të paguajnë çmimin e vërtetë të dëmit, që i kanë sjellë e po i sjellin aktualisht kombit tonë. Ne garantojmë se vlera e votës do të ngrihet në kufitë së shenjtës. Vullneti i zgjedhësit do të jetë ai që do të përcaktojë çfarë është e mirë dhe çfarë jo, kush mund të qeverisë e kush jo. Partia Shpresa Demokrate garanton votuesin. Personave që do të kandidojnë do të futen publike dosja personale, ku është rregulli i demokracisë, që duhet ta respektojnë e ta pranojnë të gjithë. Duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është përqafimi i vullnetit të çdo shqiptari për përparimin e kombit. Një vëmendje të veçantë do të kushtohet organizimit dhe funksionimit të Kuvendit të Shqipërisë, si organi sovran, i cili është shprehje e qartë e realizimit të demokracisë së përfaqësuar. Në ndryshim nga qëndrimet e deritanishme, përfaqësimi i vullnetit të popullit do të realizohet nga individ, të cilët paraqesin integritet të lartë moral, vlera politike, qëndrime adhetare, aftësi intelektuale, përmbushjen e detyrës së përfaqësimit të interesave e të zgjedhësve që përfaqësojnë. Përfaqësuesit e popullit do të zgjedhen si të tillë në bazë të kritereve të shëndoshta dhe do të jenë në shërbim të zgjedhësve. Nuk do të lejohet më ligj krijimi i privilegjeve dhe shmangja nga kontrolli i personave me imunitet. Asnjë përfaqësues i popullit nuk mund të jetë i papërgjegjshëm për sjelljen e tij, për qëndrimet që mban në kryerjen e detyrës, për mënyrën se si paraqet interesat e zgjedhësve që përfaqëson, privilegje dhe përfitimet, të cilat ja kanë siguruar vetes deputetët dhe pushtetarët e tjerë të deritanishëm, nuk do të njihen. Transparenca e figurës së zyrtarëve të lartë të shtetit do të kërkohet e do të bëhet publike që në momentin kur individi do të kërkojë të kandidojë. Personave që do të kërkojnë të kandidojnë për deputet, për postin e presidentit të Republikës, për kryeministra apo ministra, për poste të barazuara me ministra, për gjyqtar apo prokuror, si dhe personave që do të kandidojnë për të zgjedhur në organet e pushtetit vendor, do të bëhet publike në median e shkruar dhe atë elektronike, dosja personale. Vetëm do të mund të kemi një shtet në të cilën parimet e demokracisë dhe mekanizmi i saj të funksionojë plotësisht. Partia Shpresa Demokrate garanton që në shtetasit shqiptar të kenë të drejtë të udhëtojnë kudo, si popujt e tjerë të Europës, pa marrë viza ambasadash. Në marrëdhënie ndërkombëtare do të hartohen politika e do të përcaktohen qëndrime, që do të kenë për objekt respektimin e të drejtave të shqiptarëve në përputhje me të gjitha aktet ndërkombëtare, për t'i prerë rrugën qëndrimeve diskriminuese dhe për të kthyer bashkëkombëtarët dinjitetin. Shqiptarët duhet ta kenë të gjitha të drejtat që kanë edhe shtetasit e shteteve të tjera të botës, edhe kur janë jashtë kufive tanë shtetëror. Një nga synimet e politikës së Partisë Shpresa Demokrate do të jetë edhe heqja e regjimit të vizave për shqiptarët, që duan të shkojnë në vende të tjera të botës, si dhe garantimi i një respekti e trajtimi më të mirë nga ana e zyrtarëve të përfaqësuesve diplomatik të huaj ta akredituar në vendin tonë. Partia Shpresa Demokrate, me besimin e patundur në drejtsinë e qëllimit dhe të rrugës sonë, si dhe me besimin te Zoti, do të punojmë e do të luftojmë me të gjitha forcat për realizimin e këtij programi, për përmbushjen e amanetit të parëve tanë, për realizimin e interesave dhe të aspiratave të kombit, për progresin dhe dinjitetin moral të çdo shqiptari, për ta bërë vendin tonë një vend demokrat të mirëfillt, të përparuar e të nderuar në të gjithë botën. Bashkohuni me ne. Veri, jug, lindje perëndim, jemi një racë, një gjak, një gjuhë, një komb, jemi vëllezër. Të japim besën njëri tjetrit, për të punuar e luftuar, që fëmijëve tanë të krijojmë e të lëmë parajsën, krenarinë kombëtare, dinjitetin e një kombi të bashkuar,
shqiptari, me gjakun e tij ka vullosur të drejtën që të jetojë të jetë zot në vendin e tij, me vizionin e qartë të një rrugë të ndritur drejt progresit të vazhdueshëm. Zoti bekoft rrugën tonë, Zoti bekoft kombin shqiptar. Kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, profesor Pëllum Gani Pilinçi. Ndalohet riprodhimi në çdo lloj mënyre i programit ose i pjesëve të tij, pa lejen e autorit. E drejta e autorit është e rezervuar dhe mbrohet sipas legjislacionit në fuqi. 20/9/2001. Partia Shpresa Demokrate. Këmbanat bie në të gjithë Shqipërinë brenda kufive të saj natyror. Thirrja ime dhe Partia Shpresa Demokrate për çdo shqiptar është o sot o kurrë. Amerika është me shqiptarët e kufive të saj natyror dhe jo me spionët anti-shqiptare anti-amerikan. Bashkohuni me ne motra dhe vëllezër, veri, jug, lindje dhe perëndim. Shqiptarët e mi, ngrihni flamurin amerikan dhe shqiptar në çdo cep, në çdo çati të tokës shqiptare brenda kufive të saj natyror. Ne jemi të një race, me një gjak, një gjuhë dhe një këmbë, dhe feja jonë është flamuri i kuq me shqiponjat krenare. Kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, profesor Pëllum Gani Pilinçi. Faleminderit.